Verën e kaluar, një kopshtar nga jugu i Shqipërisë më shkroi një mesazh që nuk e kam harruar. Më tha, kam mbjell 12 pemë frutore, i kam uisur çdo ditë gjatë korrikut dhe deri në gusht i kisha humbur të gjitha. 12 bimë të vdekura, 12 stin korrieje që nuk erdhën kurrë. Dhe më pyeti diçka që më preku thellë. A është vallë e pamundur të kultivosh ushqim ku jetoj unë? Përgjigja është jo. Por arsyeja pse ato bimë vdiqën nuk ishte thatësira. Ishte diçka shumë më e thjeshtë. Dhe kur t'ju a tregoj, do të kuptoni pse 90% e kopshtarëve në klima të thata bëjnë saktësisht të njëjtin gabim dhe si 12 shkuret e kësaj liste e bëjnë atë gabim të pamundur të përsëritet. Jam Agimi dhe ky është kanali ku mësoni të kultivoni ushqimin tuaj të vërtet, pa romantizma, pa eksperimente që nuk funksionojnë dhe pa humbur më shumë bimë në verë. Nëse dëshironi të ndërtoni një kopsht produktiv që ju ushqen gjatë dekadave, abonohuni tani dhe aktivizoni zilen. Sot nuk do t'ju jap një listë të zakonshme. Do t'ju jap 12 shkuret frutore që kanë ushqyer qytetime të tëra në klimat më të vështira të planetit. Bimë që nuk kanë nevojë që ti t'i shpëtosh. Bimë që mbjetojnë kur jeni me pushime, kur uji dështon, kur gushti bën atë që gushti gjithmonë bën. Këto janë bimët që qëndrojnë kur gjithçka tjetër dorëzohet. Shumica e morrave që njihni janë dizajnuara për klima të buta dhe të lagura. Varieteti Apache u zhvillua specificali për të rezistuar nxehtësinë ekstreme, tokat e varfra dhe periudhat e zgjatura pa shi. Dhe e bën këtë pa gjemba, gjë që ndryshon plotësisht përvojën e korrjes. Pa gjemba do të thotë që mund të afroheni te shkurja në mes të gushtit, të mblidhni gjysmë kilogrami manaferash të shkëlqyera dhe të ëmbla dhe të ktheheni në kuzhinë pa asnjë shenjë në krah. Kjo duket si detaj i vogël derisa të keni vite që korni varietete të tjera dhe të kuptoni se nuk është fare i vogël. Ajo çfarë e bën morën Apache të veçantë për sa i përket rezistencës është sistemi i saj rrënjor. Ndërkohë që bimë të tjera kërkojnë lagështi në 20 cm e parë të tokës, Apache gërmojnë thellë. Rrënjët e tyre zbresin duke kërkuar ujin që sipërfaqja nuk e ka kurrë në verë. Pasi vendoset, një sistem i vetëm kashtësh mund të prodhoj 15 deri 20 vjet me ndërhyrje minimale. Truku i vitit të parë është ky: ujisni thellë një herë në javë gjatë verës së parë. Jo ujitje e shpesh dhe sipërfaqësore, ujitje e thellë dhe e hapëzuar. Kjo i detyron rrënjët të zbresin. Në vitin e dytë mund ta reduktoni në gjysmë. Në të tretin, bima i gjen vetë burimet e ujit. Ka një moment në kopsht që është pothuajse magjik, të dalësh në shkurt ose mars dhe të korrësh frut të pjekur nga pemët e tua ndërkohë që pjesa tjetër e kopshtit ende fle. Mespila është shkurja e vetme frutore e kësaj liste që e bën këtë. Mespila, Eriobotryia japonica, është shkure me gjethe të gjithmonë të gjelbra, me gjethe të mëdha, lëkurore dhe shumë dekorative. Frutat janë të vegjël, me ngjyrë portokalli të verdhë dhe kanë një shije që të kujton pjeshkën, kajsin dhe mangon së bashku, me një notë lulore që i bën vërtet të vështira për t'u harruar. Pasi vendoset, toleron thatësirat e zgjatura me një lehtësi që befason edhe kopshtarët me përvojë. Rrënjët e tij thellohen në tokë duke kërkuar lagështi që bimët me rrënje sipërfaqësore nuk e gjejnë kurrë. Toleron ngricat deri në 10 gradë me pak mbrojtje, gjë që e bën të realizueshme në pothuajse të gjithë zonën mesdhetare, dhe në terma strategjik, prodhimi i tij në dimër e bën një nga shtesa më të mençura në çdo kopsht vetëmjaftueshmërie. Mbush një zbrazëti në kalendarin e korrjes që pothuajse asnjë bimë tjetër nuk mund ta mbulojë. Këshilla që bën ndryshimin. Kur frutat të arrijnë madhësinë e një ruspi, eliminoni afërsisht gjysmën e çdo grupi. Duket kundërproduktive, nuk është. Rezultati janë fruta më të mëdha, më të ëmbla dhe më mirë të zhvilluara. Nëse ka një bimë që dëshmon se kopshtaria e vetëmjaftueshmërisë nuk duhet të jetë e komplikuar, është ftua. Ka mijëra vjet që ushqen njerëz në klimat më të thata të mesdheut dhe lindjes së mesme.
Jo sepse askush nuk ka gjetur diçka më të mirë, por sepse nuk ka ftua, Cydonia oblonga, prodhon fruta të mëdha, të arta dhe jashtëzakonisht aromatike që transformojnë çdo kuzhinë në diçka të veçantë. I papërpunuar është astringen. I gatuar ndodh diçka që nuk ka shpjegim racional. Mishi bëhet ngjyrë roze e thellë dhe zhvillon një shije aq të pasur, aq të parfumuar dhe aq komplekse që ndalon edhe kuzhinierët me përvojë. Toleron thatësinë me lehtësi pasi vendoset. Toleron tokat gëlqërore që vrasin bimë të tjera. Mbietohet ngricat e rënda pa dëme të rëndësishme. Nuk ka nevojë për toka të pasura, ujitje konstante apo kujdes të komplikuar. Njoftu i pjekur mund të prodhojë midis 50 dhe 100 fruta për stin gjatë dekadave. Dhe sepse ftuar ruhet jashtëzakonisht mirë, një korje e mirë në tetor mund t'ju ushqejë gjatë muajve të dimrit. Nëse do të duhej të zgjidhnit një shkure të vetme frutore për një kopsht të thatë, shega do të ishte argumenti më i fortë. Sepse shega jo vetëm toleron klimat e thata dhe të ngrohta, u dizajnua për to mira vjet kultivimi në mesdhe dhe lindje të mesme nuk janë rastësi. Janë provë rendimenti me përmasa qytetëruese. Një shege e pjekur në një kopsht të thatë është spektakolare vizualisht. Faqe e gjelbër e errët, lule portokalli intensive që lulëzojnë për muaj dhe pastaj ato fruta të jashtëzakonshme që hapen në vjesh duke zbuluar qindra arile ngjyrë rubini, të ëmbla, acidike dhe plot antioksidanë. Shegat organike në dyqan kushtojnë shumë copa. Shkurja juaj e vendosur do të prodhojë midis 50 dhe 100 fruta për stin. Për kopshtet mesdhetare dhe zonat me nxehtësi të thatë, shega është midis 3 bimëve frutore më të besueshme. Toleron tokat gëlqërore dhe alkaline. Toleron verra me temperatura shumë mbi 40 gradë. Reziston ngricat deri në 10 gradë pasi vendoset, diçka që shumë pak kopshtarë e dinë. Shega prodhon sasinë më të madhe të frutit në dru 2 deri 3 vjeç. Çdo pranver eliminoni degët e vdekura ose të kryqëzuara dhe disa nga bishtat më të vjetër për të lejuar qarkullimin e drurit të ri dhe produktiv. Kjo punë prej 5 minutash në vit është fjalë për fjalë i gjithë mirëmbajtja që i nevojitet. Ka fruta që janë aq të lidhura me historinë njerëzore sa ngrënia e tyre ka diçka rituale. Fiku i zakonshëm, Ficus carica, shfaqet në regjistrat bujqësor më të vjetër që njohim. Ka mbi 11.000 vjet që ushqen njerëz në klima të nxehta, të thata dhe gurore. Nuk ka nevojë t'i shpjegoni si të mbjetoj, tashmë e di, ajo çfarë e bën fikun të jashtëzakonshëm për klima të thata është sistemi i tij rrënjor. Një shkure fiku e pjekur zhvillon një rrjet rrënjësh agresivisht efikas që gjen dhe shfrytëzon çdo pikë lagështie të disponueshme në tokë. Është një nga bimët frutore të pakta që funksionon më mirë me ujitje të thella dhe të hapëzuara sesa me irrigim konstant. Sepse ai model i shtyn rrënjët poshtë në kërkim të ujit, varietetet e adaptuara në klima mesdhetare janë veçanërisht rezistente. Shumë prodhojnë 2 korje në vit dhe kthehen në mënyrë të besueshme vit pas viti, edhe pasi një dimër i rënd i rrëzon deri në tokë. Nëse një ngric e vonët vret fikun tuaj deri në tokë, mos e nxirrni. Rrënjët pothuajse me siguri janë gjallë. Prisni drurin e vdekur, prisni dhe do të dalin bishta të rinj nga baza. Ajo çfarë duket si vdekje është pothuajse gjithmonë vetëm një pauzë dramatike. Ka një frut që shumica e kopshtarëve e kalojnë plotësisht pranë dhe kjo është sinqerisht një nga mundësitë e humbura të kopshtarisë shtëpiake. Hurma amerikane, Diospyros virginiana, prodhon fruta astringente në vjesh që pas ngricave të para ose disa netëve të freskëta transformohen në diçka aq të ëmbël, aq të pasur dhe aq thellësisht të shijshme sa kush e provon për herë të parë nuk mund të besojë se është e njëjta frut që kishte provuar më parë. Kjo transformim është qelësi i hurmës amerikane. Haje para se të jetë plotësisht e pjekur dhe të ngecë goja. Prit që ngricat të kenë bërë punën e tyre, që frutat të jenë të buta dhe me ngjyrë të thellë dhe pothuajse duke rënë nga degët dhe po hani diçka që shënjon si sheqer kafi erëzuar dhe mjaltë.
Për kopshtet e thata, hurma amerikane është investim afatgjat i jashtëzakonshëm. Toleron thatësinë, tokat e varfra dhe alkaline, nxehtësinë ekstreme dhe ngricat e dimrit. Një shkure e pjekur që ka 15 vjet në tokë prodhon qindra fruta për stinë me ndërhyrje pothuajse zero, detaj praktik i rëndësishëm. Mbillni të paktën një mashkull dhe një femër për të marrë fruta në mënyrë të besueshme. Femrat prodhojnë frutin, por kanë nevojë për polenin e një mashkulli afër. Ka shkure në këtë listë që janë të njohura dhe pastaj ka guavën ananas, të quajtur gjithashtu fejoa, që shfaqet në kopshtet mesdhetare me një frekuencë që nuk i bën drejtësi asaj çfarë është vërtet. Fejoa toleron thatësinë mirë pasi vendoset. Toleron tokat alkaline dhe reziston temperaturat deri në 8 deri 10 gradë pa dëme serioze. Ajo kombinim e vendos në kategori të vetëm për kopshtarët në zona ku ndryshimet e temperaturës midis stinëve janë dramatike dhe të paparashikueshme. Shija e frutit është sinqerisht njëra nga më të mirat e botës bimore të arritshme për kopshtarët e klimës së bullë. Ananas, guav, luleshtrydhe dhe mend në një kafshim të vetëm. Lulet që i paraprin frutit janë gjithashtu të ngrënshme. Petale të mëdha të bardha me stamina të kuq të gjatë që shijojnë të ëmbla dhe tropikale. Bletët dhe bumbullat i gjejnë plotësisht të parezistueshme, këshilla që dyfishon prodhimin, mbillni 2 varietete bashkë. Polenizimi i kryqëzuar midis 2 varieteteve të ndryshme rrit dramatikisht formimin dhe madhësinë e frutave. Ka bimë që janë pjesë e peizazhit deri në një mas të tillë sa ndalojmë t'i shohim. Fiku indian ose kaktusi çantë kaktus është pikërisht kjo në mesdhe dhe në zona të gjera me klimë të thatë të gjithë botës. Dhe ky tepër i njohje na bën të injorojmë diçka që duhet të jetë e qartë. Kjo bimë ju jep jo një, por 2 ushqime të ndryshme nga një mbjellje e vetme në kushte aq ekstreme që çdo shkure tjetër e kësaj liste do të luftonte. Paltat e gjelbra të quajtura nopalito janë të ngrënshme dhe të shijshme. Në skar, të skuqura ose të turshira, kanë shije të butë që kujton bizelet e gjelbra. Mund të korni disa herë në vit nga bimë e pjekur. Dhe pastaj vijnë fiket indiane, frutat që piqen në fund të verës dhe vjeshtës në sferisë të kuq të thellë, vjollc ose të verdhë sipas varietatit. Shija është e ëmbël, e ngjashme me pjeprin dhe freskuese. Toleranca ndaj thatësirës në fikun indian nuk është thjesht mbresëlënëse, është esencialisht absolute. Kjo bimë ruan ujin në paltat e saj dhe mund të mbijetoj periudha të zgjatura pa shifare, kur korni përdorni darë dhe doreza lëkure të trasha. Gjembat e mëdha janë të dukshme. Gjembat e vogla dytësore janë problemi real. Darët i mbajnë duart tuaja plotësisht të sigurta. Ka një shkure në këtë listë që kopshtarët e vjetër e njohin përsosmërisht dhe ata të rinjt pothuajse e kanë harruar plotësisht. Dudi, morus, ishte për shekuj njëri nga frutalet më të kultivuara në mesdhe. Frutat e tij, manaferat e dudit, janë lëngjore, të ëmbla, pak acidike dhe me një intensitet shije që manaferat komerciale nuk mund ta konkurrencë. Për klima të thata, dudi ka avantazhe të jashtëzakonshme. Zhvillon sistem rrënjor të thellë dhe të gjerë që e bën dukshëm rezistente ndaj thatësirës. Pasi vendoset, toleron tokat e varfra, gëlqerore dhe alkaline me lehtësi që e dallon nga pothuajse çdo frutal tjetër. Toleron nxehtësinë ekstreme pa hequr frutat. Korja është e bollshme deri në pikën e qenjes pothuajse dërmuese në vitet e mira. Shtrojeni një çarçaf në shkure dhe tunni butësisht degët. Frutat e pjekura bien vetë. Ato që nuk bien ende nuk janë gati, ka diçka tjetër që dua të vini re këtu dhe është një model që shfaqet në të gjitha shkuret e kësaj liste. Ato që mbijetojnë më mirë thatësinë nuk janë ato me truke gjenetike moderne. Janë ato që kanë kohë më të gjatë në kultivim njerëzor. Mira vjet seleksionimi natyral dhe bujqësor në klima të vështira tashmë e kanë bërë punën e zhvillimit për ne. Pak bimë kanë një histori aq thellë të lidhur me mbijetesën njerëzore në klima të vështira si Karoba, Ceratonia siliqua.
Ishte ushqim urgjence gjatë urisë, ishte monedhë shkëmbimi, ishte ajo çfarë kultivohej ku asgjë tjetër nuk mbijetonte. Sot karoba po përjeton një rilind në kopshtarinë e vetëmjaftueshmërisë. Prodhon bishtaja të ëmbla dhe ushqyese që mund të konsumohen drejt për drejt, të përpunohen si miell karobe, të kthehen në zëvendësues të çokoladës ose të përpunohen në melasa jashtëzakonisht të shijshme. Dhe e bën këtë në kushte që frutalet e tjera as nuk i konsiderojnë. Toleranca ndaj thatësirës e karobës është pothuajse legjendare në botën bimore mesdhetare. Pasi vendoset, mund të mbijetoj vite të plota pa shi të konsiderueshëm. Rrënjët e saj zbresin në thellësi të jashtëzakonshme. Nuk ka nevojë për amendamente toke. Lulëzon në terene gurore, alkaline dhe të varfra, kërkesa e vetme reale e karobës është koha. Vitet e para janë të ngadalta, por nga viti i 5 ose i 6, prodhimi rritet vit pas viti gjatë dekadave. Një karob adult është aset i përhershëm në kopshtin tuaj, një që prodhon më shumë çdo vit që plaket dhe mund të jetojë shekuj. Nëse ekziston një bimë që bën saktësisht të kundërtën e asaj çfarë vera e thatë përpiqet t'i bëj, ajo bimë është jujuba, e quajtur gjithashtu Ziziphus jujuba. Ky shkure nuk mbijetohet thatësia, e injoron plotësisht, jujuba prodhon me bollëk në mes të nxehtësisë. Mbijetohet periudhat e thatësirës që do të vrisnin shumicën e bimëve direkt. Rritet në toka alkaline që shkatërrojnë produktivitetin e pothuajse çdo fruti tjetër dhe e bën të gjithë këtë ndërkohë që prodhon fruta vërtet të jashtëzakonshme që ju japin, varësisht se kur dhe si i korni, praktikisht 3 ushqime të ndryshme nga i njëjti pemë, të freskëta nga shkurja, jujubat shijojnë si mollë e krokante dhe e ëmbël me nota mjalti. Lini të piqen më shumë dhe zhvillojnë kompleksitet karameli më të thellë. Tharini në pemë vetë dhe bëhen hurma të dendura, të përtypshme dhe intensivisht të ëmbla. Për kopshtet mesdhetare me klimë të thatë, jujuba nuk është thjesht zgjedhje e mirë, është ndoshta zgjedhja. Toleron tokat gëlqërore dhe alkaline. Toleron verëra me temperatura shumë mbi 40 gradë pa hequr frutin. Toleron ngricat e dimrit të rënda dhe kthehet në pranverë sikur të mos ketë ndodhur asgjë. Jujuba që ka 10 vjet në tokë prodhon qindra fruta për stin me ujitje zero dhe plehosje zero. Pas 30 vjetësh, jujuba është trashëgimi familjare që ju ushqen më mirë çdo vit që plaket. Dhe tani, gabimi që vret bimët më rezistente të botës, para se të mbyllim, ja e vërteta që kopshtari i fillimit të videos nuk e dinte, arsyeja numër 1 pse bimët tolerante ndaj thatësirës vdesin në kopshtet e thata nuk është thatësira. Është vendosja e mangët, shumica e kopshtarëve mbjellin shkuren rezistente ndaj thatësirës, e uisin 1 ose 2 herë, supozojnë se mund ta menaxhoj vetë dhe pyesin pse lufton në vitin e parë. E vërteta është kjo. Edhe bima më e forta e kësaj liste ka nevojë për ujitje të thellë dhe konsistente gjatë stinës së parë të plotë. Jo ujitje e shpesh dhe sipërfaqësore, ujitje e thellë dhe e hapëzuar që e shtyn lagështin poshtë dhe inkurajon rrënjët ta ndjekin. Ujisni thellë 1 herë në javë gjatë verës së parë. Në vitin e dytë reduktoni në 2 herë në muaj. Në të tretin, shumica e këtyre shkureve mbahen plotësisht vetë, ai viti i parë investimi nuk është shenjë dobësie në bimë. Është ndërtimi i sistemit rrënjor që do ta mbajë atë bimë gjatë çdo vere të thatë të 30 viteve të ardhshme. Mos e ka përceni. Këto janë 12 shkuret frutore që mbijetojnë çdo thatësirë dhe ushqejnë familjen tuaj përgjithmonë. Nga lashtësia e ftos dhe shegës deri te rezistenca absolute e fikut indian, nga produktiviteti pa ujë i karobës deri te ëmbëlsia transformuese e hurmës, këto bimë nuk u zgjodhen për këtë listë. U provuan nga shekuj kopshtarësh që kultivuan ushqim në kushte saktësisht si tuajat. Nëse ky video ju ndihmoi, jepni like dhe ndajeni me dikë që ka kohë duke besuar se nuk mund të kultivojë ushqim ku jeton. Mund. Dhe tani ka listën për ta dëshmuar. Abonohuni nëse ende nuk jeni pjesë e kësaj bashkësie. Tregomeni në komente cilën nga këto 12 do ta mbjellni të parën. Lexoj çdo koment gjithmonë. Shihemi në videon tjetër të Kopshti i Agimit.
Miru pafshim.